E dashur Liliana, të faleminderit shumë për këtë mesazh të përzemërt, po të përgjigjem në gjuhën e nënës, pasi besoj që shqipen e kupton shumë mirë, përderisa kupton dhe recetat e mia. Sot jemi duke përgatitur bukë me brumë të fermentuar. Brumin e kemi ushqyer më parë, aty shtojmë ujë të vakët dhe do ta trazojmë mirë para se të hedhim mielin. Mielli që unë kam përdorur është miell i bardhë dhe miell i zi, i përzier gjysmë për gjysmë. Dhe që të dy llojet e miellit janë strong flour ose miell për bukë. Brumit do t'i bëjmë një ngjeshje të lehtë me dorë dhe do ta lëmë që të vijë rreth 1 orë ose 1 orë e gjys. Kripën, po të doni, mund ta shtoni që në fillim. Unë preferoj që ta shtoj pas 1 orë e gjys kur i bëj edhe palosjen e parë. Duart është mirë që t'i lagim pak me vaj ulliri, gjithashtu edhe enën ku vendosim brumin. Këtu jemi pas 7 orësh kur brumi ka ardhur në pikën e tij maksimale. Do ta vendosim në një sipërfaqe të pudrosur me miell. Dhe kjo është pjesa që mua më pëlqen më shumë kur bëj bukë me brumë të fermentuar, palosja. Sa më shumë të bëhet palosja e bukës me brumë të fermentuar, aq më e mirë del edhe buka. Palosjen do ta bëni sipas formës që ju do piqni atë ditë. Pjesa e fundit e palosjes është qepja e bukës. Duhet keni parasysh që gjatë palosjes mos të humbisni asnjëherë strukturën e brumit. Gjithashtu dhe pudrosja e brumit me miell është gjithmonë e nevojshme tek buka me brumë të fermentuar. Mos harroni të pudrosni edhe formën ku do ta vendosni me qëllim që brumi mos të ngjitet. E kemi lënë të pushoj 1 orë e gjys, më pas e vendosim tek forma që do ta pjekim, duke i bërë edhe një prerje. Prerja anësore është gjithmonë e nevojshme për bukën me brumë të fermentuar, pasi aty lejohet ardha e brumit gjatë pjekjes në furrë. Furra duhet jetë nxehur gjithmonë para kohe dhe pjekja bëhet në 200 gradë, 30 minuta me kapakun e vendosur dhe pas 30 minutave e heqim kapakun dhe e lëm të piqet akoma edhe për 30 minuta të tjera. Në furrë duhet me patjetër një enë me ujë dhe gur zalli për ardhjen sa më të mirë të bukës. Pas pjekjes është e rëndësishme që buka të qëndrojë edhe 5 minuta në furrë me qëllim që të kullojë ashtu siç duhet dhe të ftohet plotësisht para se ta presim.